Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salati wa tamu taslima ala nabiyina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall. Salata selamet e dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam. Dhe të nderuam, sonte jemi të nderuam që kemi musafirin ton, psikologun dhe psikoterapistin Arber Zeka. Përndryshe njihemi qysh motimet edhe shumë për juve e njihni. Kam kryer disa trajnime, pa e kam pas trajner dhe profesor Arbrin në psikoterapi. Edhe kështu që deshtëm diçka pra që Arbri të ndaj bashkë me neve nga profesioni i tij që e ka, e ku edhe ne do të kemi dobi nga kjo ligjërat. Pra atë që do të flet profesori Arber, do të flet për çështën më me rëndësi, për dhuntin që Allahu Azza wa Jall ka dhuru njeriut, edhe është dhuntia më e madhe, është shëndeti mendor. Sepse njeriu me mend e njeh të vërtetën. Me mend e njeh Allahun Azza wa Jall, e njeh krijuesin. Me mend e din qëllimin se për çka ka ardhur këtu. Me mend e dallon të mirën nga e keqja. Me mend e adhuron Allahun, e madhron Allahun dhe e fiton xhenetin Allahut Azza wa Jall. Pra jeton në këtë botë sa më mirë dhe po ashtu e fiton edhe mëshirën e Allahut Azza wa Jall. Allahu na boft për aty në banorëve të xhenetit që do ta fitojnë mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Amin, amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Pa zgjatun, pa japim fjalën Allahut ton Arbrit, Allah shpëlbeft. Amin inshallah. Selamun alaikum vllazni. Allah shpëlbeft hoxhën për ftesën që na ka dhënë. Sigurisht na ka nderuar me këtë ftesë. Po normal për neve nuk është çaq e lehtë sepse na jena mësuar me fol para studentave. Jena mësu me fol edhe në forma tjera, jena mësu me fol edhe në televizion, po mundet është e veçantë kur t'i flet në një xhami, edhe është shumë veçantë kur t'i flet para vllaznive tu, edhe përpiqesh me tregu diçka. Normal fillimisht po pajtohemi që është ashtu që ka thoj Ibn Qayyim el-Jauzi, kudo që unë gaboj hoxha më përmison ose masi unë të kry ato që unë kam e thonë, nashta do të hoxha me na përmisu, se na ndajheri kemi do mesele ndryshe. Ose të paktën shpesh njerëzit na gjykojnë qashtu ose na shohin qashtu, sepse normal veç ato që ka thonë Zoti në Kur'an dhe ato që ka thënë dërgumi i Zotit në hadithin e tij, na që është dija dhe nuk ka një dije tjetër. Mirë, po normal kena edhe dije tjera, të cilat ndajherë janë të nevojshme. Kur flasim për psikologjinë ose për shëndetin mendor, fillimisht për psikologjinë, ndajherë ajo gjykohet edhe lidhet me Freudin, lidhet me psikoanalizën. Po në realitet mas Freudit dhe mas psikoanalizës kanë ardhur disa njerëz të tjerë, që dhe kanë pa ma shumë atë aspektin human të njeri, sesa ma shumë me pa atë pjesën e brendshme. Kështu që për me pas një mirëqenie të mirë shëndetësore, sepse gjithherë kur flasim për shëndetin, neve fillimisht na shkon mendja të smundjet, nuk na shkon mendja të shëndetit. Mirë, po ma e mirë është na me pas një mënyrë të prevenimit ose mbrojtjes nga problematikat e ndryshme, sesa me pasi që të shkaktojnë problemet, na me mujt me gjetë një rrugë nëpërmes cilës na shërohem. Kështu që s'është aq e rëndësishëm shërimi, sa është rëndësishëm na më mbrojt. Jo, po për më mbrojt në jetën tonë përditshme, normal që dini, feja, neve na ka mësuar shumë gjana, të cilat na ndajherë i shohëm ose nuk i shohëm, ndajherë jemi të vetëdijshëm për to ose si jemi të vetëdijshëm. Sa i përket shkencës në përgjithësi në shumë këtë botën, do çka është shumë e rëndësishme kohëve të fundit, janë trupat tonë. Dhe përmes trupave tonë, do të thotë është neuroshkenca e cila po zhvillohet me hovë të madh, edhe çaja është çaja që ka me kon më e rëndësishme përmes cilës na dhe mundum me kon sa më të kujdesshëm. Mi po kur është pyetje trupi, na veshim të kujdesshëm për to, sepse kur ka grip na shkojmë me një herë te gripi, kur kena mësysh me një herë shkojmë tek hoxha, mirë po shpesh kjo gjendja jonë e mbrëmshme psikologjike ose emocionale ose e ndjenjave është diçka e cila injorohet. Mirë, por nuk është diçka që mundet më injoru, sepse është pjesë edhe e praktikave tona fetare, në të cilat na do të me pas të kujdesshëm.
Tash kur kem parasysh botën që ne jetojna, është një stres i vazhdueshëm, është një mosbalanci i jetës tonë dhe problematikat e shumta ekonomike, sociale kanë bërë që edhe familjet me pas probleme, po edhe na me pas si familje, sidomos familjet të cilat jetojna dhe mundohemi me jetu sipas rregullave të Islamit, na shpesh kemi edhe do probleme me familjet tona, kemi probleme edhe me fëmijët tonë, sepse rrethi ose ndikimi i rrethit na herë din me kon çaj që është dhe ai e prish pastaj një far balanci. Kështu që u bën tepër e vështirë me jetu edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin social, edhe në aspektet e tjera. Kështu na po duhet me gjetë mënyra të cilat kanë me na ndihmu neve me jetu në mënyrë sa më të mirë të mundshme. Tash çka i bën kjo me jetu sa më mirë, i bën që na me kon të balancun jetën tonë përditshme. Prej momentit që ka ardhur Covidi dhe tutje, e kemi pa që çdo formë e mjekësisë është sfidu. Edhe në realitet, çdo format e mjekësisë cilat janë sfidu, i bën që nuk funksionon asnjë mënyrë e shërimit, sepse ka ardhur Covidi, ka treguar që na nuk jena çashdijshëm sa na kena menu. Edhe prej Covidit e tutje janë veç 3 metoda të cilat në realitet normal na si besimtarë dim që pa lejen e Zotit shërimi nuk vjen. Po sebepet kryesore për me ndodh një shërim i cilës do smundje për momentin në përgjithësi mjekësi është vetëm 3 fusha. Fusha e parë është fusha ku ti ke më kujdes për ushqimet. Fusha e dytë është kur ti ke më kujdes për aktivitetet e tua fizike. Dhe fusha e tretë është meditimi. Kur flasim për aspektin e ushqimeve, e dim që ushqimet i kemi të nevojshme, sepse na do të me hangër ushqime për me prodhu energji dhe çaja energjia jonë, pastaj na me funksionu. Tash sado që thojnë na mundë me thonë që hajmë ushqimet veç me mujtë dhe me punu fizikisht, po edhe ndjenjat janë të lidhën me ushqimin. Dhe ato ndjenjat ato na prodhohen dikon dhe ka nevojë për një energji fizike. Kështu që shpesh që ato që ne hajna mundet me prodhu edhe emocionalisht e na diçka, që do të me kanë tepër kujdesshëm në ushqimet tona. Dhe shpesh i shohim që çdo ushqime që na i hajna kanë një dëm të vetin në aspektin fizik, por nuk është e pajashtueshme që ato kanë me pas dëmin e vet edhe në aspekte të tjera fizike. Kështu që tepër e rëndësishme në botën moderne për me qëndru të rahatshëm, me qëndru të shëndetshëm, edhe me ndihmu vetës me shëru edhe problemet tona qofshin organike ose qofshin të shëndetit mendor, janë ushqimet për cilat na do të më kujdes. Pastaj shtylla e dytë që do të patjetër me kuaj balancune janë aktivitetet fizike. Unë shpesh njerëz kur i takoj dhe këtu ka alhamdulillah plot djem të ri, unë tham qysh nuk i vjen marrë një djalë i ri, edhe ai mos me kanë i aftë fizikisht. Për shembull, kem porosi edhe për Muhamedit alayhiselam, si ka thënë më e mirë është një besimtar që është i fortë, se një që është i dobët. Që i bën që na shpesh na fokusohemi, na shta me lexuar Kur'an, dhe kjo nuk po them që është kjo keq. Po çka neglizhojmë, diçka që është tepër e rëndësishme dhe tepër e rëndësishme për neve janë aktivitetet fizike. Edhe për mësimeve që na kanë dhënë xhallarët e dim që edhe Muhamedi alayhiselam me bashkëshortën e tij na ka dhënë ka vepru. Ka vapu në mënyrë që me konte mirëqen në aspektin fizik. Kështu që nuk mundu me preashtu për me pas një mirëqenie fizike edhe trupat tonë cilat na do të me aktivizu. Edhe pastaj i shohim na vllazëria musliman, shumica e kemë barkat, shumica e kemë fizikisht nuk është që kujdesmi qash, normal kujdesmi për sunetin tonë, edhe ne që na ka thi mjekra në herë edhe tash kur po takohemi njëri tjetrin në vesën çfarë numrit ngjyrës ki, po nuk është diçka e rëndësishme. Rëndësishme është mu kujdes edhe për trupat tonë, sepse kjo është edhe porosia e Muhamedit alayhiselam. Që vjen që këto dy shtylla janë mjaft rëndësishme. Edhe shëndeti, po do të thonë me rujt shëndetin tonë, edhe në aspektin me ushqimet, edhe në aspektin fizik. Kur flasim për meditimin, shpesh kur flasim psikolog për meditimin, njerëzit gjykojnë edhe lidhin shumë ngosht me budizmin ose me forma tjera të meditimit. Ideja e meditimit, që është pjesa më e rëndësishme në psikologji, nënkupton që na me kon të aftë edhe me mujt me kap mendjen të ndorë dhe joja me lujt me neve. Në një farë mënyrë diçka mbrana neve ka një fuqi për mbi menimet tona dhe na mundëm mi kontrollu ato dhe jo ato me na kontrollon neve. Kështu që ideja e meditimit është veç ato menimet e ngolit na shpesh i kena, për shembull kur vjen koha me pagu borxhet dhe ti nuk i ke kërkon parat, dhe tash vjen ja 2-3 menime kam i gjet parat, më jap shef rrogën, ose kur e vlat ton kanë dalë dhe kanë shkuar në shkollë, edhe vjen ja 2-3 menime, a erdh dhe shkeli kjerë, ose hallët e tjera që atë mundë më shkaktu si rezultati që aty në shqetësinë e
probleme të mbrëmshme që i kena edhe janë rezultati menimeve tona. Pra me me kon të kujdesshëm për çdo meditimet. Çka i bën me kon meditimet, në realitet i bën që ti me jo vetëm me nal menimet, çka ti dën edhe me kontrollu, por me pas një farë kontakti më të mirë me veten tonë. Kur e këshyrëm çështjen e namazit tonë, dhe nëse i përmenim ato 6 obligimet tona para se mi namaz dhe 6, a janë qashtu 6 me 6, kur i këshyrëm që ato kushtet, cilat na do të mi plotësu kur jemi mrena për mrena namazit, e shumë se sa e rëndësishëm është koncentrimi jonë mrena lëvizjet cilat na i kena. Qoftë me tekbire, qoftë pa tekbire, që i bjen që mendja jonë do të me qëndru në moment që ato ku na jena. Kështu që halli më i madh i joni sot, ditën sotit, në botën moderne është që na me mujt me qëndru në moment, këto edhe tani. Sepse të merr me të kalumen tonë, të pas frikë për i të ardhmes, në harrojna me qëndru në tashme. Kështu që sa mirë, për shembull Muhamedi alayhis ka thonë, kur i ka thonë Bilalit nëse nuk ka bëj, me ushu me thirrë zanin, edhe na me fal namazin dhe me pushu. Që e ka qujt namazin me pushu. Që i bjen që në namaz, në realitet du të me pushu, mi po fatkeqësisht shpesh, për shkak se nuk e jena praktiku ma herët, një diçka që mundet me na animu neve, me kom të tokzun, me kom kontakt ma të mirë me vetën tonë, edhe kështu që nuk e kena ushtu sa dot, që i bjen që mendja shkon herë të poshtë, herë përpjet, herë anin, herë knina, dhe pastaj, ja kujtojmë vetës këthev, se jam namaz dhe namaz duhet me kon këto. Kështu që këtë çdo praktika që na pi flasëm, janë praktika të rëndësishme që na duhet mi pas në jetën tonë përditshme, edhe kur tham jetën tonë përditshme, më u kujdes, sepse halli më i madh i joni është më kujdes për veten tonë. Nëse njerëz nuk kujdesen për veten e vet dhe kujdesen për tjerë, i bën që ka humb balancin e tina, në realitet mu merr me veten e tina seriozisht. Dhe mu merr me veten tonë seriozisht, me pas një balans, një jetë pa stres. Po ju një jetë pas stres krejt komplet, ju me pas rafsh krejt djen, po me pas një jetë me mirëqenie të mirë psikologjike dhe fizike, atër pa tjetër na do të më përqendru në çdo 3 shtylla, dhe shtylla e parë është me u merr me aktivitete fizike, shtylla e dytë janë ushqimet tona, dhe shtylla e tretë është meditimi, dhe pastaj ti ndërton meditim çka dush. Kur flasim për aspektet me balancimit, është një teori tjetër në psikologji, ata që kanë studiu psikologji ose kanë studiu mjekësi ose po shkencat sociale, e din që Abraham Maslow ka thonë një farë teorie të vetën, hierarkia emotiveve. Në hierarkinë e motiveve i bjen që sipas kësaj teorisë, në jetën tonë përditshme do të me ditë me rëndit gjanat. Shpesh shumica e stresit tonë, kur na nuk dina çka dojna, dhe kur i pyet njerëzit çka po dën, shpesh nuk din pa e menu gjatë, edhe automatikisht mundet me thonë diçka në jetën e vet. Kështu që shpesh stresi kryesor i problematikave tona, stresi i shkakton pastaj probleme tjera, i bën që na nuk e dim çka dojna. Nuk e dim çka dojna dhe me rendit gjanat. Për me rendit gjanat, sipas kësaj teorisë të Abraham Maslowit, pro teoria e motiveve, i bën që aspektet fiziologjike janë pjesa më e rëndësishme e jonja. Pra trupi gjithherë është diçka më e rëndësishme se sa krejt tjera. Që i bën që na fillimisht nevojat e tona, të cilat lidhen me trupin ton, janë bazike. Për shembull, nëse marrim ose nëpër internet ka mundësi me pa nëpër këto TikTokat, e Facebookat, e Instagramat, ka mundësi me pa një figurë ku një person në burg me ato grillat që ka përpara, e ka një qelç në cilën mund me qel derën, po e ka edhe një bukë cilën do të me hangër. Nëse është i uritur, që anë mërmenja ma përpara kish me marrë qelçin me hap derën, apo kish me marrë bukën. Nëse ka kohë gjallë që nuk ka hangër bukë, fillimisht mendja na shkon te ushqimet, nuk na shkon te qelçi. Që i bën që kushtet e para, aso që na duhet me dha përparësi, janë çështjet tona fizike. Pra dhe në namaz kjo puna e trupit është shumë e rëndësishme, kam na duhet mi pas në tokë, me kam të lidhën mirë, dhe mendja me kam këto, pra është rëndësishëm trupi jonë. Mi po para se me fillu namazin, është tepër rëndësishëm trupi jonë, sepse duhet me shku me para pregadit. Dhe çuçi para pregadismi me punën e abdesit, ku i bëjmë disa rituale të caktuara, të cilat kanë meri kujtu trupit që tash po të çojnë në një proces, sepse ju veç mendja ka një vedi të vetën, edhe trupi ka një vedi të vetën. Që i bën që tash kushtet e para ose gjanat e para që na i dhanë rëndësi, me kanë rahat në aspektin fizik. Kur jena smut, kena në ankesë, nuk është jena rahat. Do më prish prap balancin tonë të jetës tonë përditshme. Kështu që pjesa më e rëndësishme për neve është me dhënë rëndësi bazës, dhe baza është aspekti fizik. E dyta është siguri. Sikur na nuk kishim me pas siguri të mjaftueshme për me ardhur deri këto, normal që nuk kishim me ardhur, diçka kishim na friksu. Kur dëshim na ndrojmë vendin, ose ndrojmë vend banimin, ose shkojmë dikun tjetër në një ambient që s'jemi të familjarizuar me to,
E para është na me shiku për rreth, qysh me gjetë siguri. Kështu që përderisa kemi plotësuar nevojat tona fizike, atë do të me plotësuar nevojat tona për siguri. Që i bjen kur dojmë na fëmijët tonë mi rrit në mënyrën më të mirë të mundshme, atëherë i plotësojmë nevojat e tyre fizike, edhe e dyta është mi dhon aty në siguri. Për që ata na shpesh kena probleme me adoleshentat tonë, sepse me adoleshentat ju dhona dashni, e dashnia është e treta. Kështu që na mas pari do të më jap siguri që ata me ndo ato që ata po më shefin me neve. Dhe jo me kërku prej tyne, për shumë shumë problemet më të mëdha si baballar që i kena me adoleshenta. Sepse ata nuk e kanë problem, sepse nuk janë në kontakt mirë me veten e tyne, me trupin e vet, edhe kështu që i kanë hallet e veta të përgjithësi, edhe na si prind jena hall për ta. Kështu që as ata, as na nuk është që dina më u kuptu mirë, mi po pritet prej neve prindërve. Kështu që puna e parë me adoleshentat tonë, mas ja kemi bleteshën dhe kemi jap me hangër dhe me pi, puna e dytë tash është mi jap aty në siguri që ata me mujt me ndohë me neve ato që ata primunën. Por shpesh na fëmijëve tunë thënë, çaki, diçka pas ka ndodhur me ty, diçka pas ka ndodhur me ty. Kjo është halli jonë si prind, me ditë patjetër çka ka ndodhur me fëmijët tonë. Nuk është halli atyne. Që i bën që fillimisht do të me gjetë një mënyrë që na i ofrojmë njerëzve tjerë siguri për me kanë ata sigurt me ndohë me neve. Mirë po kjo vlen edhe ndavet. Nëse dojmë i bë thirrje dikujt ose mi thotë dikujt hajde se pa namaz nuk ban. Njëherë na do të mu siguru mirë, a është i sigurt ai me neve? A kena kriju një farë lidhje të mirë, edhe a jena bashkë njëri me tjetër, a jena është të ecë fëmia jonë. Dhe tash mundë me fol diçka tjetër. Që i vjen që më njëherë ma sigurisë është dashnia. Mirë po, shpesh ka plot gjona tjera që ne japën përparësi para dashnisë, pra aspektet fizike, aspektet sigurisë, edhe janë aspekti dashnisë. Dashnisë nuk do me thonë dashnisë veç dashnisë që i kanë këta trit, edhe medalë dhe mutar hënë të poshtë vërpjet. Dashni në kupton ma shumë, kupton emocion, kupton ndjenjë, kupton me bën diçka, me sakrifiku për dikan diçka. Që është shumë e rëndësishme se sa kur na thojna që për japim të mira materiale fëmijëve tonë, por nuk për japim dashni. Ose kur na dojna për shembull me pas sukses në shkollat tona, mi po kemi harru paraprakisht me plotësu do kushte tjera. Dhe kushte tjera janë me pas siguri dhe gjëra tjera. Ose për shembull djemë të ri dojmë njëherë me gjetë të dashurën shpejt, ose dojmë me kanë dikushi dhe kanë harru kushtet paraprake. Kështu që normal në jetën tonë të përditshme, nëse dojmë me kanë balancun, edhe njëkohësisht me pas mirëqenie të mirë psikologjike, na duhet me kanë të balancun. Dhe jo rastësisht Zoti na ka porositur në Koran, jeni me mesatare, pra na jena popull ose jena umet mesatar, sepse dina me balancu sanën. Tash pe dina që për me shëru një problem normal, pa lejen e Zotit, kjo nuk ndodh, për i bjen që na duhet më kujdes për aspektet tona fizike, sepse qenë ka rëndësishme edhe kur i bojna atë hierarkinë emotive, kur i bojna me renditje disa gjana. Pastaj, ka shumë e rëndësishme edhe pjesa tjetër për pas fizikës, që ka rëndësishme edhe ushqimet, për mes cila kena me marrë energji dhe kena me jetësu gjanat, edhe treta ke qarë që na pa tjetër duhet me pas edhe me ditë çka po bëhet me mendjen tonë, me pas kontakt. Edhe jo rastësisht për shembull plesht, na kanë thonë këtu një herë, hey djalo, kur na kanë po që si rahat, që ti kam tokë, merr frymë. Pra, frymarrja është e rëndësishme sepse frymarrja ka më na animu na me pas një kontakt të mirë me veten tonë. Mirë po jo rastësisht edhe xhallarët na kanë mësu, kur na jena namaz edhe lexojnë ilhamin, thonë alhamdulillahi rabbil alamin, me një herë marr frymë, tani më thonë edhe tjetrën. Pa na në mënyrë që me mësu koncentrimin. Kjo nuk është rastësishme, se normal, neve si besimtar na kanë thonë dhe na i nështrojmë që asajna që e këna mësu dhe që na kanë mësu i dërgumi i Zotit dhe që është po na e transmetojnë në xhallarët. Po edhe në aspektin e shëndetit tonë, mirëqenies tonë psikologjike, kjo është e veçantë. Sepse sot në botën moderne, gjithë ky stres, gjithë këto ngarkesa që i kena, na kem nevojë me usprall prej krejt shtyne ngarkesa. Kem nevojë me ushtru çat kontaktin tonë të mbrëmshëm, dhe çaj kontakti i mbrëmshëm është në trupin tonë. Sepse arbrin nuk e bavesh mendja e tina, arbrin nuk e bavesh trupi tina, e përbajnë edhe emocionet, edhe ndjenjat, edhe ndryqysh do të mu bë bashkë. Kush i ban bashkë këtë namaz? Namazin mu na mëson mu bë bashkë. Kush është më e rëndësishmja namaz? Është frymarrja. Kështu që frymarrja nuk është vetëm namaz, është në çështjet e tjera. Pra, ashtu janë gjëra tepër të thjeshta, të cilat na nuk jena të kujdesshëm për to, po këto kanë një domethënie të vetën e tyre. Sepse kur mësohemi na me imajt qëto menimet tona, me kontrollu, me kanë kontakt mirë me trupin ton, me pa nxehtësinë e tina, me e qetësu,
ju gjitha stresin që i ke shonë ma herët, çka ka me thonë, çush ka me folë, çush keni me marrë ju ato. Këto janë cilat i përdhomenja, sepse është në kërkim të sigurisë. A jam i sigurt me thonë, se në qoftë se tham diçka ju mundi me kesh me, ose gjona të tjera, cilat najherë në mënyrë të pavetëdijshme mundën edhe mi thonë mendja junë. Sepse mos harroni, gjendjet tona psikologjike shumë ma të mëdhaja, shumë janë të pavetëdijshme, se sa jena të vetëdijshëm. Najherë na i ndjejmë do ndjenja të çuditshme dhe s'dim se po i ndjenja. Nuk i ndjejmë dhe nuk e dim se po i ndjejmë sepse janë të pavetëdijshme. Edhe reagimet tona, për shembull kur na vgjuh dikush me fjalë, kur na e shon dikush fen, domethënë na automatikisht me njëherë reagojna, dhe çka që na automatikisht me njëherë reagojna, ka të bëjë me atë pjesën tonë të pavetëdijshme. Edhe shumë herë më e madhe sa kjo pjesa e jonë e vetëdijshme. Me thonë ma shkurt ose ma thjesht, është një farë teorie, cilën e ka në psikoanalizë, që i bjen që na jena një farë luftë të vazhdueshme për me bë balancë. Me bë balancë e po mes aspekte fizike, mendjes, asaj kësajna, i po dhe diçka tjetër që ndodh mbrana neve, dhe do reagimet të mbrëmshme që i kena. Reagimet të mbrëmshme mbrana neve, që këtu për shembull hoxhallarët na i kanë mësuar kur është në pyetje ose kur na kanë ligjëru për nefsin, jo na kanë ligjëru për shpirtin, kur na kanë ligjëru për nefsin. Dhe kur flasim për psikologjia flet për nefsin, po si sjellje, si emocion, si ndjenja. Po na nuk e dina këtë pjesë. Normal që hoxhallarët e dinë më mirë. Po kur kena fol na kemi thonë, dikush i ka thonë pavedije, dikush i ka thonë id. Dikush i ka thonë superego, dikush i ka thonë e paravetëdijshme. Dhe dikush i ka thonë ego, që njëna shpesh me thonë egoist, ego, dhe dikush i ka thonë që asaj pjesës të egos i thuhet e vetëdijshme. Tash, çka i bjen kjo ide, që e pjesë e pavetëdijshme, është diçka brenda neve që është shpesh e ngarkune veç me i plotësu nevojat e veta, nevojat tona që janë të pakontrolluara, që ato janë epshet tona, që najherë jena të pavetëdijshëm kur japim mas epsheve. Najherë kur na e kana për shumë e nxana veten tonë, ty pas qef me marr parë më shumë, ty pas qef me bë diçka në punë të keqe, thojmë ka dalë se unë i tut na Zotit, edhe nalesh. Që vjen që fillimisht çka ka ndodhur, ka të bëjë me çat pjesën tonë që është e pavetëdijshme, e pakontrolluar. Mirë po, është që na ka lënë lumi Zot, ka për shembull se kanë arsye. Edhe arsyeja ka të bëjë me çato që është e vetëdijshme dhe paravetëdijshme, që është superegoja. Që na tregon neve halal, haram. Mirë po, tash a do të me pas balancë mes këtyre dyja, sepse ndajherë na japim shumë mas halal, haram, dhe harrojmë i plotësu dhe nevojat tona që janë qofshin fiziologjike, që do të me ba edhe këtu një farë balanci. Jo më bë kafsh, po me i pas kontrolluar dhe me ka të vetëdijshëm, se ndajherë kena me pas epsh, ndajherë kena me pas lakmi, ndajherë kena me pas zilin, dhe çto sa nuk mundum komplet me nal. Kështu që i bjen që na duhet me balancu. Sepse jena një farë lufte mes asaj që na duhet me ban, dhe mes asajna që najherë diçka mrena neve e lyp, as që jem të vetëdijshëm që të pjesë e lyp. Kështu që për me kanë rahat, për mos me zgatë dhe shumë, sepse shumë teori u banën, edhe na me të vërtet jena të pështjellët si psikolog, është një formë tjetër që na jetën tonë përditshme, do të pa tjetër me qitë 24 orëshin. Shpesh na thojna nuk kena ma shumë se sa 24 orë. 24 orë aktivitet, nuk i ma shumë. Ti mundesh me planifiku një javë, ti mundesh me planifiku një vetë, mundesh me planifiku çka dush, me çka tha më herët. Sado që ti planifikon, na kem shumë shkurt. Kështu që ka thonë Jani, jeta është shumë e shkurtër për shikim të gjatë. Kështu që shpesh e sfidojmë veten tonë, e stresovëm veten tonë, çka ka marrë në të ardhmen. Kështu që shumë gata ja. Kështu që e rëndësishme për neve është këtu edhe tani. Kështu që për që mos me kanë shikim të gjatë që 24 orëshin, na duhet me balancu mes plot nevojave tona që i kena. Në jetën tonë përditshme, ata që na mësojnë më shumë të janë fëmijët, sepse ata nuk funksionojnë diqysh veç me menje, me lakmi, me mujt me mrrisane, me mujt me kon dikushi, pa ata i kanë pak ma qill, pak ma rrafsh. Ma shumë janë dhonën pepshe, kur shumë nëse do me i po dhonën mas aspekte fizike, mas aspekte sigurisë, lyp fëmija me njerë sigurin, edhe lyp dashni. Dhe nuk janë shumë të rëndësishme me kon dikushi, si fëmijë. Që fëmijët na mësojnë. Për shembull, unë e kam mësuar një mesele për jetën tonë përditshme, për çet 24 orëshin për idealit tim. Edhe që shumë tha bab, na i herë tha mdokesh si gjithë jetë të punu, kur nuk nalesh. Kështu që ata e vrejnë ma mirë se sa na gjithë herë jena dyqysh të punu. Edhe namaz, nga fale namazin, nga se du të me shku, nga se lashtojnë, kom la terminin, dyqysh jena gjithë herë në vazhdim, sepse nuk po na mjafton koha. Mi po që të kohë që na e kena, na duhet pa tjetër që është shumë rëndësishme me pas një farë balanci në 4 aspekte.
Na me hoxhën me kemi mësu bashkë që kjo i thojnë balans modeli, me balancu jetën tonë, në 4 aspekte, në 4 shtylla, dhe që ta mos me harru. Që që i bjen 4 shtylla, me menu e para është trupi, edhe të trupi baj pjesë one, shëndeti jam, qetësia, relaksi, sa i kushtoj shëndetit tem, sa i kushtoj vetës tem. E dyta janë kontaktet. Kohën tem, sa për ja kushtoj vetës, tash kohën tem të kontaktet, sa për ja kushtoj tjerve. Edhe kur e pyet dikan, a ka një aktivitet që ti që një kohë gjatë e ke menu me e vepru e që ka lidhje me trupin tanë, shpeshtojnë po vëlla ku menu që i kohë gjatë më shkun në fitness edhe me ba pak diçka do aktivitete fizike, sepse ka nevojë trupi jam, ke harru krejt, sepse je i dhonë mas biznesit, mas diçkafi tjetër, dhe ke harru që dhe trupi jëtë është rëndësishëm. Mi po kjo është diçka që na duhet me reflektu dhe duhet me u kthy në bazë, që i bjen që të me e da një kohë për trupat tonë, dhe një aktivitet që jep hapësirë trupit tonë, dhe jo që shumë kontakteve. Për shembull, na si vllazni musliman, kemi qef me ardhë me fal yacin, mas yacis ose mas xhumas, me njëherë dojna dorë me pi kafe, kjo është në kontakt, krejt kohë në kontakt. Dhe harrojmë u kthy te shtëpia, sepse gratë kanë herë dim me bazhurum, kanë herë dim na me bazhurum, kanë herë kanë kërkesa fëmija, janë dhe farë strese në cilat pritojnë apo ballafaqu. E mënyrë të pavetëdijshme ikum. Hajde po ikum xhamat dhe nuk shkojmë i kryt do punë ose do obligime që i kemi të shtëpia, që i bjen ikje në kontakt. Kontakti ose shtylla e dytë i bjen me pas marrëdhënie me tjerë, që ndërveprojmë me tjerë, sa jena për tjerë, jo me veten tonë. Edhe e treta është puna, arritjet. Për shembull nuk e di, moj me pas edhe gabim, nashta hoxha më përmirëson pastaj. Për shembull e di, dikon e kom nipi një hoxhës, që ka thonë Muhamedi a.s. Mjera e mirë, ka shku dita s'ka mësoj kur gjë. Na krejt kohën, na duhet me konë në një farë procesi, ku na mësojmë diçka. Kështu që, gjithherë na duhet me konë në një farë mënyre, diçka me mësu dhe me arrit. E katërt është arritjet. Për shembull, në qoftë se kam kry bachelorën, do të me kry masterin. Në qoftë se kam mësu një surën, do të me mësu surën e dytë. Në qoftë se kam mësu surën e dytë, do të me mësu xhuzin. Në qoftë se kam gjithherë me kërku diçka më shumë. Qoftë mrena punës tonë, qoftë mrena arritjeve tona që kanë bajnë me neve, diçka që na dohet më emri. Për shembull, nëse kam nis biznesin, i bjen në arritje, nuk mundesh me mjaftu me një dyqan të vogël, dush me rrit dyqanin. Dhe kjo është diçka që ti me kom produktiv. Mi po jo kejt energjinë tonë, sepse na i kemi 24 orë, dhe jo kejt 24 orë që mi dhonë rritjes e dyqanit tanë. Po një pjesë të sajna mi dhonë dyqanit tanë, por nuk duhen me neglizhu as ato dhe më dhonë veç mas trupit, ose veç mas kontakteve. Dush me më rrit diçka, dush me pas një dyqan tonin, dush me pas një profesion tonin, dush me kom produktiv diçka. Edhe që është më e rëndësishmja, na i thoj na filozofia e jetës. Na alhamdulillah musliman dhe filozofinë e jetës e kena gjithë gatshme, na kanë mësuar xhallarët. Mirë po, nuk do të më mjaftu që kaq. Sepse pyetja është më shumë te filozofia e jetës. Çka po bën ti për shpirtin tënd? Çfarë bën me për shpirtin? Për bajësh namazin. Okej, patjetër dush me bëj diçka më shumë për shpirtin tënd. Dush me mësu Kur'anin. Patjetër dush të diçka tjetër, dush me mësu dhikrin. Dush me mësu atjetër, që kanë bajnë në aspektet tona shpirtnore. Edhe në psikologji, me konsenzusin e krejt psikologëve, pjesa ku ti kujdesesh për shpirtin tanë, kushtimisht për them shpirti, sepse kur është ana fetare, na i thojmë çështo. Patjetër na duhet më kujdeset për shpirtin tonë. E normal, na si muslimani kemi do praktika, kemi dhikrin, e kemi agjerimin, e kemi namazet, e kemi do nafile, e kemi do gjana, cilat na mësojnë dhe duhet me jetësu një jetën tonë të përditshme që na në realitet shpesh edhe i harrojna. Qoftë dhe që shpokzohemi shumë kur vjen Ramazani, pse kur vjen Ramazani, se deshte ti ose s'deshte, Ramazani na obligon me bë aktivitete fizike, deshtëm ose s'deshtëm, na obligon çka me bën në ushqimet, deshtëm ose s'deshtëm, na obligon patjetër edhe me meditu pak me do Kur'an, me do dhikra, me çdo gjëna. Kështu që inshallah Zoti na ndihmon edhe na i përmirëson gjendjet tona, karshi plot problematikave që janë, sepse jo rastisht është thonë për shumë hoxhallarëve dhe dietarëve, kur na jetojmë si musliman, edhe i praktikojmë krejt ato që feja na i ka thonë, ka herë do i lamë, ka herë do i shtojmë, ka herë do i pakojmë, normal jetë është kjo, dhe nuk kemë çka me bën, ka një herë hupëm në bazë të aty në streseve të jetës tonë të përditshme, po e rëndësishme është gjithherë në psikoterapi këna mësu më kthy te vetja jonë, edhe më nisë prej këtushit. Më kthy te vetja jonë që i bjen me marrë frym, me fillu edhe një herë. Për që ata, edhe me katët që i bajna, shqyqër, elhamdulillah që Zoti e ka lënë hapun derën e pendimit, dhe çka i bjen, më kthy edhe herë te vetja, edhe me i përmirësu gjanat. Mirë po,
në qoftë se na s'kena me vepru edhe me përmirësu gjanat mrena për mrena vetës tonë, s'kena më mirë seriozisht me vetën tonë, atëherë kur gjë dhe asnjë gjë nuk ka më na mësu. Kështu që sado që na shkojmë te mjeku dhe kudo qoftë, dinë që mjekët edhe psikologët janë veç biznes. Na nuk i shohim njerëz sikur njerëz dhe minimu diçka. Po na jemi biznes. Dhe gjithçka tash në botën tonë moderne është bë biznes. Dhe për më rujt për shti biznesit, fillimisht do të më munu me rujt vetën tonë, të bëjmë balancim me një, sepse jena umet mesatar. Dhe me bëjmë sa japëm as pasunis, qash ikum prej sajna. Sa japëm prej familjes, qash i këshyrëm edhe për vetën tonë edhe për gjanat tjera. Kështu që inshallah këto fjalë që ai kam thonë, kanë qenë të dobishme. Unë thash dhe në fillim që nuk o kanë lehtë me marrë guximin edhe me ardhë me diskutu para jush, ose me thonë diçka. Kështu që nuk pe zgas ma shumë. Kështu që në qoftë se pastaj nështë anaj pyetje ose diçka, që është ma e lehtë për mu se sa me majtën e ligjërimin. Allah ju shpërbleft, Allah ju nderoft, edhe ty hoxha Allah shpërbleft. Allah shpërbleft. Brejnë tash të kalem edhe në pyetje direkte, inshallah, që shumë kush për juve keni pyetje që doni me pyet, ose sillet në kokat e juaja, edhe Isakin doke se ka ndaj pyetje. Ama me pyetje mos jeni fjallë fort. S'ka problem se edhe nëse hini fort atë se Abi është edhe doktor i psikologjisë, e kështu që nuk ka problem. Pyetjen unë deshte me apo paspori, masi nënë e djasta din edhe peshfrytëzoj rastin, pak me interes, më tonë. Një pyetje, çka është ajo punë që me një etap të jetës, po na paraqitet diçka që më herët nuk e kemi pas. Ajo për shembull, diçka fryma, s'po më marr frym, edhe trahurat e zemrës po më shtohen, a thu, diçka të ndodh më keq. Edhe kjo po më jep mua një farë dyshimi, mos e kom bërë na gjin na shejtan apo më të adin të cili hoqë me shku me lexu. E tashti, ato të ndëgjojmë Arbrin për qëto simptome, çka munden me qenë dhe si të dalim dhe si të shpëtojmë nga këto simptomet që pëndim një fatrike dhe një panike. Pyetje me spec. Po është ki drejt plotësisht, sepse prej problematika kryesore, shumicën e rasteve, ose problemi kryesor, që i bjen që çdo i katërti ka probleme të natyrës, na i thojna në psikologjinë klinike, të ankthit e generalizuar. Dhe ankthi generalizuar gjithëherë përfshin edhe trupin, simptomat e trupit, po e përfshin edhe simptomat tjera emocionale ose të ndjenjave. Tash, ku erdhen pijet, alhamdulillah. Tash, kjo ka dhe një mesele tjetër, se a ka me shku në të hoxha, a ka me shku të psikologo, normal në pjesën e hoxhas nuk e përzim, sepse kjo ka të bëjë me besimin e njerëzve. Mi po kur janë njerëz besimtar, edhe në shoh se ai po mendon që është rëndësishme me konsultu hoxhan, atëherë shumë e përshtatshme është të rastet ku kena panik, ku të rastet ku kena angst, e përshtatshme është me konsultu hoxhan fillimisht, mi po pastaj hoxha me gjyku me formën e tij tjetër, jo Allah shpërblet. Pastaj hoxha me gjykimin e tina mos me nal për veten e vet. Në qoftë se s'është për ato, sepse është shumë e rëndësishme çështjet që kanë të bëjnë me rukjen, çështjet që kanë të bëjnë sepse na jena besimtarë dhe besojmë ato, mi po se çdo psikolog dhe çdo psikiatër ka të njëjtin menim. Fillimisht ata që kanë çet problematik duhet me u konsultu me hoxhan dhe pastaj me ortën na. Kur vjen na i bjen që edhe unë më herët i përmenda janë ndjenja të çuditshme. Edhe këto probleme të shëndetit mendore kanë një bazë. Baza është apo ekzistoj, as po ekzistoj. A jam, a nuk jam. Që i vjen që nuk kena një qëllim jetën tonë të përditshme. Dhe pa pas një qëllim, na i herë që të sprova të godasim. Që edhe hoxha na ka mësuar neve që nuk ka sprovë që të ka godit, dhe që ase ka një këshill mret vetës të vet. Edhe na psikologji njëjtën gjë e kena. Nëse të ka godit ankthi, patjetër edhe ankthi ka një porosi me veten e vet. Tjetër gjë është a din ti me lexu apo s'din ti me lexu. Ajo është çështja jotja private. Kështu nëse din me lexu problemet e shëndetit mendor dhe çdo sfidë që të godet,
ideja e saj është me të fuqizu. Sepse jo rastisht paniku dhe që ato ndjenja po vinë, shpesh shumicën e raste që ato ndjenja janë rezultat i një stresit madh që keni jetën tonë të përditshme s'pedin. S'pedin a kemi jetu në Kosovë, a kemi jetu në Gjermani. Nuk pedin më martu, qëta më martu ma vën. Nuk pedin çka ka me ndodh me jetën tonë, nuk kanë do plane. Dhe vjen ankthi, trubullon pak dhe ti s'ki qare pa u këfjell. Mos ki qare pa mirë me vetën tonë. Pastaj jemi dhonën shumë masonës materiale, mas plot gjona tjera, dhe normal që do të më ardhë ankthi, edhe si rezultati sajna ti patjetër e ki tash me fillu që proces më mirë me vetën tonë. Kështu që të kush edhe kanë kena me këshillu për problemet tona personale është shumë individuale. Nuk mundëm ju përzi njerëzve. Për që ta kur e shihni dikan që ka hall, mos e këshilla as te hoxha, as te aj, as kërkon. Njerë pyetja ato çka ai po më mend. Sepse shpesh na dim mi thon njerëzve bani shto, edhe na i përzim pastaj kabullat. Për shembull na psikolog shpesh dina mi përzi edhe i thojna njerëzve për shembull kur e sheh në xhamatet tona, kur e sheh te muslimanët, problemi kryesor është problemi i vezveseve. Çka kena më shumë të probleme kur i takon vllazërin musliman? Është problemi i abdesit, kam abdes ose s'kam abdes. Kur e këshyr anën tjetër, xhallarët i kanë bërë qarta këto gjëra. Që bjen, ka dalë, fillo pak, merr pak me veten tonë, sepse diçka s'është në rregull me ty. Nuk është në rregull në jetën tonë të përditshme. Dush diçka me bë, dush diçka me ndryshu. Sepse krejt problematikat e shëndetit mendor lidhen me stilin tonë të jetës. Nëse jemi të e bën një stil të jetës shëndetshëm, atëherë në rregull jena, nuk ka më paraqit. Mi po duhet me ndrru stilin e jetës. Kushtë në shoh se nuk jena të gatshëm me ndrru stilin tonë të jetës, duhet me qenë të gatshëm edhe me përjetu çdo simptomat në përgjithësi cilat na godasin. Mi po qoftë problematika që të kanë të bajnë me hoxhallarët, cilët na duhet me këshillu, qoftë problematika të shëndetit mendor edhe se fizik, të gjithat e kanë një mesazh me veten e vet. Që është burimi i asaj që na duhet me bëj diçka për veti. Tash komplet problemet sot edhe shëndetësore, vitamina D, helikobakteri, probleme tjera të sheqerit, edhe këtë kanë bazën ose krejt këto probleme që na i thojna probleme autoimune, baza aty në është në gjendjet tona psikologjike. Sa na jena ka të gatshëm o mirë me veten tonë, gjatë veten tonë të mbrëmshëm, gjatë qetësimit tonë të mbrëmshëm, për shkak që mas mirë të e sheh ose e vrena kur na folëm namaz. Sa i kena ushtruar çata. Tash pse po thojmë që qetësimi të mbrëmshme është e njëjta sikur vjen mësu me vozit. Kur jena mësu me vozit, normal, në të parën, dytën, tretën. Kurse tash që ka kaluar një kohë, prej një mënyrë mekanike të vozitjes na kena kaluar në një mënyrë tjetër, në mënyrë automatike. E njëjta është edhe me mendjen tonë, vetë mësojna disa gjëra. Sigurisht se çështjet e namazit mi po me umnu sa më shumë me ushtru çat gjendjen tonë të mbrëmshme. Nuk e di sepse u mënova pak me X, dia hoxha është i kënaqur në ato çka thash, po është rezultat që na patjetër duhet më mirë me veten tonë. E ke shkruajt? Amen. Ja. Shka nëse ndodhe kundër, për shembull njëri se vren gjendjen e vet, serioze, gjendje serioze, thot jam mirë, po nuk është mirë aty. Edhe se vren atë çfarë gjendje është. Po qa po shtyn ty me menu që ajës është mirë. Tash nga e drejta e secilit njeri elementare është me kërku ndihmë vet. Kur kërkojna ndihmë për dikan, kur ai ka humbë vetdijen. Pse po e tham këto? Sepse na punojmë me klientat tonë, kur ata vetë vinë te na, sado që e ka pru dikush tjetër. Në shëndet mendor, krejt na më u bë bashkë, krejt bota më u quë, dhe më mundu me ndihmu dikujna, nuk mundum. Pa lejen e tina, ai do të me bashkë. A kem na herë raste për shembull të depresionet e rana që na do të me çu dikan? Po. A ka mundësi me çu dikan, po do të me çu të depresionet e rana. Kur ai ka filluar mos më kujdes për veten e vet, ku stili jetës tina është prish komplet, po ju kur e shohim që s'ka balans, për shohim që diçka s'është mirë me to, kena drejt me vet, a ka diçka që kisha mujt me bë me ty. Dhe ai tash varësisht kush na kthen, pse çka po do me bë për mua? Jo, më fal, po, po më duket që diçka s'po vrej që ti je rahat. Se nuk kena drejt normal me u përzi në jetën e dikujt tjetër. Na në kulturën tonë e kena më përzi në jetat e tjerëve. Veç mas nuk uzojna më përzi kur kanë bajnë aspektet shëndetësore. Për shembull nëse na e përmenëm ankthin. Te ankthi, kur neve na kap ankthi, ajo nevoja jonë e mbrëmshme është mi kallëzu këtë dy javë që na kena ankth. Mirë, po që kjo është pak e keqe. Pse është e keqe? Se tash kur ka kalu ankthi dhe është një fazë e jetës, sepse në çdo fazë të jetës diçka kena me përjetu.
Bile, na në psikologji klinike e dina që një fazë tjetës na edhe kena me mundësi me pa haluca, ose me pas deluzione, ose me pas me ndëgju zana, ose me pas vizione. Që i bjam që njëherë njëtën, çdo njeri mundet me i pas. Por kjo nuk të ban psikoz, nuk kalon psikoz. Ani pse njerëzit munden me urtu. Nuk kalon në problemet shëndetit mendor, siç është aspekti i psikozës. Kështu që na njerëzit do të me pas të drejtën e vet, sepse nuk mundon me inimu. E njëjta është edhe kur e çojmë këshillim te hoxha. Patjetër na dohet me marr lejen e tina edhe me dashtaj. Mirë, po a ka do njerëz kanë herë që bajnë ojna? Po, mirë, po nëse është të bëj ojna, atëherë i bjen që ai po ka nevojë për vëmendje. Dhe ka një herë njerëz që kanë probleme në shëndet mendor, shpesh kjo mund të ndodhë që dhe ata janë të lazdruar dhe ka nevojë për një vëmendje. Për shembull, unë edhe trimi që është me mu këtu, na e dim, e kemi një vëlla tonë musliman, cili na i kena lazdru vetë. Merë që të mjeku, merë që ato, merë që banja këto, krya këtë punë, edhe ajo të bo demel. Që personat që kanë problem shëndet mendor, do të me pa vetë problemin e tyre. Sepse zgjidhja e parë në një problemit shëndetit mendor, është që personi me kuptu dhe me pranu që ka. Për ndryshe, nuk mundu me shku normal. Pa lejen e Zotit shërim nuk ka, por nuk mundu me shku drejt shërimit në qoftë se klientat tonë ose pacientat nuk e kanë pranu problemin e vetë. A do të me ba për dikan? Po, a do të më banë për shembull shumë sërbisht të nuzbun, alarm shumë i madh është kur ka probleme që njerëz dojnë me vetë lëndu vetën e vetë, edhe gjithashtu njerëz ku dojnë me marrë jetën e vetë, sepse është dëshpërim tepër i madh, në dëshpërimet tepër të mëdha na do të me vepru diçka. Pra kena drejt më ofru, me kërku, me tha, unë për vrejt edhe për vrejt nevojshme që ki nevoj diçka, ka diçka që më me të një mu, po ju rina ofër, ty ndëgju dhe ty thonë që na jena këto për ty ku do që ti ki nevoj, po jo me e marrë me zërt, me qu në qoftë se ai nuk e ka humbë vedien dhe se nuk e ka nrru komplet stilin e jetës, ty e bani stil tjetës ti të mrapsht, ty mos kujdes për vete, për pastërtin, për ushqimin edhe për plot gjana tjera. Normal që unë po flas, po më edhe mos më qellu, kështu që inshallah Zoti më fal. Selam. Me qaj djali vogël është para te, ba ma halam. Si mundet psikologjia moderne me respektu bindjen time vetare pa mas bëj imanin? Veç pak. Kada. ChatGPT. Bravo, super. Po tash pyetjet ma të vështira e bojnë njerëz të vështirë. O na thash ma herët, me i vëzhgu është një farë kushti në psikologji që kushti parë është me vëzhgu. Krejt që ka dëni me mësu, qysh me balancu jetën, janë fëmijët ata që neve na mësojnë. A na hup imanin, ose s'na hup psikologjia, mundet me ka paragjykim. Psikologjia nuk është shkencë e cila merret me imanin. Psikologjia është shkencë e cila merret me sjelljen. Një sjellje caktune, prodhon një sjellje caktune. Që vjen që na merremi me sjelljen. Dhe krahas sjelljes, çfarë sjellje me emocionet. Por nuk merremi me çështjet e imanit. A mundet një psikolog dhe një psikiatër që janë profesionist shëndetit mendor, një psikoterapist dhe një tjetër, a mundet me kanë si personi që nuk është besimtar, po mundet me kanë, a mundet me bana i gabim. Normal, etika e punës e një psikologu nuk guxon me ndërhy në çështjet fetare. Çfarë do formet besimit që e kanë njerëzit? E veçmas është gabim tepër i madh kur i thu për shkak ku njerëzit kanë vezvesë dhe ndodh kolektivimi i thonë ti mos u fal. Atë le namazin se namazi po të shkakton probleme se ban këto. Kjo është gabim tepër i madh. Që i bjen që psikologu nuk u thon u përzin çështjet e imanit. Mirë, po ka më ta hup imanin ose jo, atëherë ka më varë te ti, sot ti ki me kanë i gatshëm me pranu këshillat e psikologut. Mirë, po gjithçysh ka më varë te psikologu. Etikën e punës tina a është të e bën çashtu çysh dohet. Në kushte normale, unë jam psikolog klinik, kam certifikatën evropiane të psikoterapisë, mirë po në krejt botën edhe me Gjermanë kur shkojmë, e kemi etikën e njëjtë. Nuk guxojnë ju përzin njerëzve në çështjen që ata besojnë. Kështu që psikologët dhe psikiatrat nuk guxojnë. Ai përzihen Kosovë, po i përzihen goxha shumë, por nuk kena një rregull e cila mundet ata me ndalu. Mirë, nuk merremi me çështjen e imanit. Përkundrazi psikologu kur kena probleme, të mëson me hin praktik që shti me rrit imanin. Ama ik një qatë gjivitis vlojëm se vallaj më qaf në kamarë. Selam aleikum. Aleikum selam. Nëse që me thonë, amë këthe është si trashiguar genetik prej babës dhe nënës,
A është më e vështirë më trajnu, se sa thjesht që një dhe me thonë për përvoja të caktuar të jetës që është i fitu? Krejt problemet shëndetësore e kanë bazën në gjenetik, në organik edhe në mjedis. Gjenetik i bjen që dikush në familjen ka pas diçka të kësaj natyre dhe në e barti. Organike i bjen sa i na marrë me trupin tonë, që na zhvillu, që ka kena ushqy dhe që është zhvillu trupi jonë. Edhe mjedisore i bjen mjedisin që na kena jetu. Që është kusht që të trijat gjithçysh kanë me ndiku na me pas angth ose mos me pas angth. Tash cilën a kena me shëru, a ka me ndiku kjo dhe na tash du të më merë me genetiken, me organiken, së me mjedisin, jo. Na në psikologji, na e shumë individin, si individ, që i bjen që vetë individi është ai cili ka me përcaktu me u shëru prej angthit ose mos mu shëru prej angthit. Nuk është mjedisi, genetik ose e tjetra. Prejardhja është shumë e rëndësishme me ditë e problematikave të shëndetit, ka vinë. Sepse kjo na ndihmon neve qysh me gjetë ose me gjetë me zgjidh problemin. Mirë po, shëndeti mendor do të me dallu. Nuk është i njëjtë sikur aspektet organike. Tash nevoja jonë me ditë kur kena angth, ka po vjen angthi, nevoja jonë është sepse kur të dim ka po vjen angthi, unë shkoj bashkë ato e preko dhe kjo e ban me zgjidh problemin. Po nuk është sikur se gripi. Ka kop fyti, shkon e merr ilaqet edhe ato ilaqet ka minimu fytit. Edhe kështu që ti e kalove gripin. Mirë po, nuk ka të bajë kjo me angthin. Angthi është më e komplikuar, ka të bëjë me emocione, ka të bëjë me ndjenja, është ajo pjesa e pavetëdijshme. Që vjen që ti duhet një farë gatishmërie tonën personale me pas, sepse nuk e sheh ku ti ki më e prek. Për shembull, fusha tjera të shëndetësore, qoftë te kardiologjia, qoftë në ortopedi, neurologji, në endokrinologji, ti din saktësisht në cilin organ dhe në çfarë substancash ti po ndërhyn. Mirë po, nuk mundesh me ditë në shëndet mendor ku ose çka po vepron. Që këtë ka më varë prej individit. Çka individi po don? Apo don me ushnosh ose s'po don me ushnosh për çati problemi. Mirë, po kanë herë problemet, shumicën e rasteve janë problemet të ankthit, nuk janë problemet të shtrëngullimit të ankthit. Shumicën e gjona shpesh problemi është i problemeve të depresionit, e jo shtrëngullimeve të depresionit. Se na herë kur shkojmë te mjeku ose psikiatri ose psikologu, dhe psikologu na thotë ke depresion. Nëse ka thonë ki depresion, ti ki probleme depresionit, por nuk ki shtrëngullim depresiv. Nuk ka kalun smundje, sepse me kalun smundje është diçka tjetër. Do një ku me cilën përcillet, matën simptomat, sot shpesh po përsëriten, ose çka po vepron. Se zgata, shumë pe zgati, ma balla. Një pyetje prej motrave është këtu. Pyetja është, Allah nderoft, si me menaxhu me veten tonë për traumat që kemi kalu me herët. Kur janë pyetje traumat, është për shembull sikurse te kufri edhe te shirki, që hoxhallar na kanë mësu, për shembull çu ka thënë Muhamedi Aisam, rreziku më i madh është pikë këtyre shirkeve të vogla, se sa pikë këtyre të mëdha. Që i bën që pikë shirku të madh, mi bë shok Zotit, Zoti na rujt na isa më të madhe na e dina. Po kanë herë janë do fart elemente të vogla që na i veprojna edhe i bjen që mundu me ranë shirk, Zoti na fal. E njëjta është edhe me traumat. Na e quajna çdo lëndim emocional i cili neve na ndodh në jetë. Të traumi bjen për shembull lëndim. Edhe në mjeksi, kurdo që ka ndeshje, dhe shkojmë thotë ka pas traum toraks, apo ka pas dikon traum në për trupin e tina, që bjen që është lëndu. Dhe tash çaj lëndimi që ka ndodh, ai don kohën e vet. Po ju të prek varrën, edhe me qitë gjaka e prapë. Po du të me lanë, ka dal. Për që ta është mas problemti, është me i prejk njerëzit në trauma. Me i pytë që ka ndodhë, te ka ndodhë, dhe me ta spiku në gjarin e vetë. Po du të me ikë që sajna, sepse mund është me ritraumatizu. Problemi maj madhë është kur të ritraumatizohet, se sa kur ndodhë, dhe më thonë, vetë trauma në qatë rast që ka ndodhë. Po flasëm për traumat e mdhoja, që nuk janë, për shembull kur e dim që një traumë e madhe, lufta, ndeshjet me ose humbja një personi shumë dashur, ose gjanat e tjera, ose problemet të natyra ndryshme, ose abuzimet, ose çka do të qoftë, këto janë trauma. Na jemi të vetëdijshëm për to dhe na herë psikologjikisht na e dina që kur dina të vetëdijshëm që diçka e rënda ka ndodhur, na dhe jena të kujdesshëm për to. Por nuk jena të kujdesshëm për do lëndime të vogla, të cilat janë çato, por nuk e dinë as që janë prezente. Po ato kanë me ndiku shumë në jetën tonë përditshme. Zoti na ndihmoft, po mirë, po këto janë gjëra të cilat na duhet me trajtu me kujdes,
ju t'u i tregu si ngjarje, po t'u e ditë dhe t'u vedisu për to, edhe normal që kur t'ka të baj me traumen, pa tjetër do të me kërku ndihmë. Për shumë në qoftë se si mi t'gatshon me kërku ndihmën mjekësore, qoftë të psikologu, qoftë të psikiatri, atëherë në qoftë se jena besimtar, normal, hoxha është adresa jonë shumë e përshtatshme, ku na lirë shumë unë me shku dhe me diskutu me hoxhën, po jo tash me njëherë hoxha me na barukje, sepse edhe dhikret tona janë rukje. Mirë po, me u konsultu me hoxhën dhe okej, që ky problem, ose që këto ndjena po ndodhin, ose që të gjana po ndodhin të kone. Së nëse kena flashback, na i thojnë në psikologji, i bjen që na pa tjetër do të me trajtu këtë problem. Flashback i bjen, okej, kom bon ndeshja dhe ndeshja më rrim para syve. Kom boni, për shembull që na përkëshyrëm në për TikTok ka gjithçka, dhe që ato që na i shumë gjithçka të rrinë herë para syve tonë. Kjo nuk është e mirë, nuk është e shëndetshme, se ka boni lëndim emocional të na, dhe do të me trajtu. Pastaj a trajtojnë ky problem, ka me vazhdu mu trajtu pa tjetër në aspektin në shëndetit mendor, ose në forma tjera, nuk e dina. Sepse jo domosdoshmërisht psikologu ka më në animu. Najherë një dersi një hoxhe mundet me t'nimu. Najherë një libër që i ke lezu. Najherë një fjallë, si kur aja fjallë e djalit që ka thonë, po mduket gjithë jenë punë, banë me reflektu diçka, dhe qa që ti reflektan, qa që ti vedisohesh, qaja ka me t'nimu inshallah me lejën e Zotit, që mu vedisu për trupin, për emocionet, për gjenjet të në të menshme, edhe me të i kalu që ato që ka ndodhë kalunën. Se na kena tendenca me najnë kalunën, edhe mu tu tarmes, edhe harrojna me najtë në tashmen. Kështu që nashtë aty najtë në tashmen, është që zgjidhja më e mira që na me bë trajtimin e problemeve të trauma. Mirë po trauma ato na dojnë trajtim, nuk u dojnë me lanë, sepse herët ose vën, ato kanë me gjithë një rrugë të vetën, në të cilën kanë me qëty pa tjetër me i diskutu, me di kanë edhe mu mirë me qatë problematik. Ka me gjithë një mënyrë të vetën. Në bahallar se të kena vanu. Nëse më ndërhije se pak e përmenet dhe islami, dhe më thonë praktikimi islami, sa mund më ndiku në shërimin e një pacienti, nëse është në rast shumë dronë, edhe ju si psikolog, nëse shëron, a keni drejt me këshillu që më janis praktikimin e islamit? Allah shpërblef. Nuk e di çka i bjen për ty rasti ranë. Tash, për para, ne kena pas veç 2 diagnoza. Neurozë dhe psikozë. Neuroza është ankthi, depresioni, keq të gjana, kurse shumë i ranë janë retardimet mendore, ku nuk është zhvillu truni, dhe një person s'ka mujtë më zhvillu ma shumë se sa në klasën e parë ose në parashkollor. Dhe ajo rritë u valbur, por nuk është zhvillu ma shumë në aspektin intelektual. Që i bjen që edhe kjo mundet me konë rast i ranë. Por rast i ranë mundet me konë edhe psikoza. Tash, të psikoza, në qoftë se nuk i ka bë punë hoxha, atëherë do të patjetër mu trajtu si problematik. Kështu që nuk të dim çka është rasti i ranë. Kur janë raste të rana, normal që ato do të mu trajtu, sepse edhe problemet e psikozës tashmo janë trajtueshme. Ato nuk janë të shërueshme, po janë trajtueshme. Edhe bjen që kemi marrë do ilaçe të caktuara, sikurse te diabeti. Ti merr do ilaçe të caktuara dhe sheqeri është në rregull. Do ti krejt jetën tonë kemi kalu shëndetshëm. Që bjen që edhe te problemet më të mëdha të shëndetit mendor, normal që e merr një ampull, e merr do ilaçe dhe kemi kon rregull. Mirë, por normal që rastet rana nuk e quajna depresioni, nuk e quajna ankthi, nuk e quajna këto gjëra tjera. Këto janë labilitete emocionale në jetë për sa ti kalojna. Edhe pse, normal, depresioni është për problemeve më të mëdha që për momentin i ka njerëzimi. Edhe kjo nuk është të shku të zvoglu, po është duke u rritë statistikisht. Sepse njerëz nuk po e gjojnë të përmendë edhe fejnë. Feja është shërim për gjithçka vëllaja. Nuk është psikologë asaj tjetër as tjetër, sepse na mëson qysh na me konë sa më të shëndetshëm, edhe mendja jonë, edhe trupi jonë, edhe gjendjet tona të mendshme. Kështu që kur njerëzit kanë një kuptim në jetën e vet, e na musliman kena kuptim, ka kuptim jeta për neve, ka kuptim edhe vdekja. E kur s'ka kuptim jeta dhe vdekja për ty, tash vallai Zotit më njoh se tash kena me pas do probleme, sepse çfarë është halli, sepse çdo gjendje tona të mendshme kanë me na drejtu çfarë drejtim për një jap jetës tonë kuptim. Çka është halli jonë më i madh, me pas kuptim jeta për neve. Amen. Të pas parasysh se jetën tonë se cili ka mu përballë me një humbje, qoftë materiale ose qoftë ka mu ndikon, i ka vdekur ose ka ndarë rrugën për shkak një probleme, qysh zakonisht këtë rinia sidomos, mesin që aty. Ndoshta me vite e me që aty edhe nuk mund të shku më përpara. Me thonë kushtimisht i jeta, qysh me stabilizu qëto. Mas por e përsëritëm disa herë, nuk kena me mujtë na me stabilizu nëse ai nuk dënë. Që i bjen që pa dashur ajna nuk mundu me ndihmu.
Qysh kish me mujt ai minimu vetës vetë, mu pajtu me çfarë që ndodh. Jo rastisht na e kena porosi dhe na jetojna me çdo porosi edhe. Ajo që ka me ndodh, ajo që s'ka ndodh, s'ka me ndodh. Mirë po kur jena të obliguar me pas sabër, momenti kur ndodh. Jo mos anena. Kështu që sa kena me kanë të gatshëm me i praktikuar çdo mësime, ose një njerëz, se na po flasim për njerëz që kanë mësimet tona, që besojnë si na, që janë praktik si na. Por nëse nuk jena me kanë të gatshëm, atë është pak problem për çat person me të kaluar këto situata. Qysh kështu mujt me këshillu është puna e parë është, okay, ka dalë shumë mirë me vetën tonë, me kthy këto dhe tani. Sepse shpesh për shembull edhe njerëz që divorcohen, për shembull, kjo është problem shumë i madh në herë për meshkujt. Nuk është shumë për femrat, sa është për meshkujt. Se meshkujt kur dashurohen, pastaj tani nuk janë fort mirë mas ndodh thymja. Dhe vjen që ai ka me najt kitë kohën me çato, çka bona tek bona, na shtoj duhet me bollë diçka. Po vona kem shumë lehtë, shumë thjesht. Caktimi Zotit ka ndodhur, ditën e mirë, s'kem çka bëm, mirë po ty rakatu sa dush, po ty rakatosh bëti havë, se s'mundesh me zgjidh. Dhe shumë pajtu me çato, cila ka ndodhur. Dhe nëse nuk pajtohesh, atë ky është problem serioz për ty. Nëse vazhdon çashtu, domethënë tani ki më bën edhe për psikologun, edhe për psikiatrin, edhe kanë me vazhduar edhe tutje. Kështu njerëzit normal që jeta jonë është plot ngjarje. Secili prej neve kena ngjarje të dëmshme, qysh kena ngjarje të gëzueshme. Tendencat janë më të mëdha me i rikujtu të dëmshmet se sa të gëzueshmet. Zakonisht kur i thu njerëzve, hajt përmeni 5 ngjarje që kanë pas ndikim në jetën tonë. Edhe automatikisht shumica e njerëzve çfarë bëjnë, kanë më shku me gjithë ngjarjet se kanë pas ndikime negative në jetë. Por nuk i gjojnë ato që kanë pas pozitive. Që bjen që pe natyrës na jemi çashtu të prim. Mirë po do të më ndrruçi çfarë mënyre të pamjes të ngjarjeve tona në jetë dhe mi pa edhe ato që na kanë ndodhur mirë dhe ato që na kanë ndodhur keq. Sepse psikoterapi pozitive na mësojnë një diçka, jo psikologji pozitive, jo menim pozitiv. Flasim për psikoterapi pozitive. Fjala pozitive vjen prej gjuhës latine, positum, që do të thotë tërësia faktike e dhënë. Tërësia, këtë komplet me po. Që i vjen që ndonëherë do të më ka mirë, ndonëherë do të më ka keq. Sepse e keqja nuk ka kuptim pa të mirën, as e mira s'ka pa të keqen. Dhe çashtu qysh na e dina që gjithçka janë të marruna në qet. Që i vjen që pa kon ka gëzueshëm, s'mundesh me kanë i dhënueshëm. Pa kon ka i dhënueshëm, s'mundesh me kanë gëzueshëm. Po do të me ditë me i të i kalu situatat. Nëse ti nuk din me i të i kalu situatat, atëherë ato jo është situatë në cilën ti do të patjetër me kërku ndihmë. Tash adresa e duhur ku kërkon ndihmë është adresa ku ti njihesh më i sigurt, ku ti njihesh ku ti je të përshtatshme për me marrë këshilla. A ka dikush pyetje apo të bëj unë pyetje? Hoxha kena më shkullur. Hajde, Abdeselam. Çka është problemi i mirë? Vjetë me një agnostik mu, ma të ishë, për këtë agnostik e më duke në maskejti, pse nuk kanë kështu të gjithçka mundet me ndodhë, mundet më konë edhe mirë edhe gabim, nuk kanë shumë labilitet, stabilitet nuk kanë. Edhe ai mund kritikon të ta, ti shumë kiqes unë e matematikan, kiqes më konë sak pa sak. Më përshonë e këtu që volish, dhe më thonë e mira, e keqja, pozitiv, negativ, duken shumë ka shtim kurizorisht, dhe më thonë, qa halli këtinë? Halli i... Agnostikve. Ta shumë me ditë qka është ta e fare fjale, zoti hajre balë. Jo, këta kam shumë të shumë, shkenca sot ka thonë kështu, nërse mundet me ndryshu, ka një farë nëse të karam me... Jo, tash në përgjithësi, na në psikologji, na kena shkollat ndryshme. Edhe jo rastisht dikush e zgjedh një besim caktun, ose qofti shtremt, qofti drejt. Normal i drejt është qaj që kjo e helusionetit. Nësi del jashtë a helusionetit, normal që është i shtremt. Dhe helusioneti ka do reglat qarta. Kur del jashtë asajna, ke dalë në sarnisht, na i thëna kur del në sarnisht, marë, po ke thuj qka dush. Mirë po, parësi që ti thu diçka, qoftë agnostik, ose qka do qoftë, a i ka një problem ose një konflikt vetëm në vetë. Sepse ka vi shumë rrugës, diskutojnë shumë me dy vllaznit e mi, qysh na me gjithë besimin. Kërkesa jonë për besim është dyqysh e natyrshme, natyrshëm kena me gjithë do të me gjithë besimin. Ashtë pse dikush nuk e gjanë edhe menon që e ka gjithë të shkenca, nuk e di çka po ndodh me ana tina, që ai po du më nërë të shkenca. Pse për shkenca ka kuptim, dhe nuk kanë gjana tjera. I bjen që ai ka përjashtu komplet aspektet emocionale dhe ndjenja dhe atë aspektet tona të ndjenja tona të mbrëmshme.
Kështu që çka po ndodh me ta normal që po ndodh një konflikt i tyre në brendshëm që se kanë të zgjidhur, sikurse edhe na që kena gjetë besimin, kanë ne kemi do konflikte tona të brendshme, jo ky ka drejt, jo ky se ka drejt, jo ky ka thon hadithin çdo, jo ky se ka thon hadithin, që kanë më shumë mesele ose problematika tona personale që i lidhur me jetën tonë të përditshme, se sa që ato janë rregulla, nuk janë rregulla të qarta, sepse na kena rregulla të qarta sa ti kena vendosur. Po a kanë gjetë njerëzit qetësi të shkenca, nuk e di, ka mundësi që ata në një mënyrën e vet kanë gjetë qetësi të shkenca edhe vazhdojnë me to, derisa ata të gjojnë një rrugë tjetër. Po ata janë mundu me kriju shkenca të caktune për minimu vetës dhe vetë. Sepse edhe agnostikët dhe tjerë, për mindfulness, e keni po shpesh dalën e për internet, mindfulness, që avje mindfulness, edhe që kjo farë ona e mërënshme pak më kujdes nga për vetën tonë. Shë në mami në vakti kena pranu, na jena musliman, edhe si musliman e dim që kjo pjesa jo në mërënshme, që të emocionet që të ndjenjat janë të rëndësishme, dhe dohet me i përpunu edhe me ka dhe pjesë e tyne. Po pse dikush nuk e gjon besimin edhe gjon besimet mrapshta, për neve besimet mrapshta, pra ato s'është besimi mrapsht, sepse ai ka gjetë diçka cila e ka plotsu. Dhe pe vllokon diçka për me ardh drejtimin ose me pas çana qysh na po i shohim. Po tash na përbojmë da vet, është mirë me e pa në çësi mënyre, me pa që okay, diçka po ndodh me ta. Dhe të shumë çka po ndodh, çka po e bllokon çaj me pa. Për shembull i thu, të plaçin sy çush se beson Zotin, ai më në vetë të adin, kjo është diçka për shkak të na besim. Dhe po se gjetë besimin, po dhe hava me këto shkenca tjera, me psikologjia, me kësi tri pasha, nuk mund është me argumentu kur gjatë. Ka të baj me besimin. Njerëzit ose kanë me gjetë besimin, ose s'kanë me gjetë besimin. Se hina në fushë të hoxhës pak, po. A ke pyetje diçka tjetër? Hajde, Djash. Po Djash. Është punim shpesh, për shkak mungesa vitaminës D ose çdo. Cilat tonë janë që për një mëdhë për përvojës keni pa që kanë ndikim direkt në emocion ose në pas kujdes na në ushqim ose në mungesë në vitaminës. Unë nuk jam doktor, po e përmenëm edhe pare. Tash problematikat këtë kanë edhe bazë organike. Tash për disa kanë bazë organike, në herë një substancët caktuar në trup, pa ja mundet me bën që na mos me kanë rahat. Për shembull, shpesh rezultat i një ankthi është mungesa e vitaminës D. Mirë, po tash nuk do të më shku krejt na me i bë vitaminën D, sepse krejt nëse shkojna, 90% e jona ka me pa që kemi vitaminën D të ullt. Kështu nuk do të thonë njëherë na me marr diçka. Jo, do të thonë më kujdes çka tham më herët. Më kujdes për ushqimet e shëndetshme, më kujdes për aktivitete fizike dhe më kujdes për mendjen tonë për me mësu me najt këto dhe tani. Në qoftë se si jena të gatshëm me bërë çet veprim, atëherë normal shkojna barnatore dhe ato barnatorët janë biznesi kryesor në botë. Që i bjen që ata ka nevojë për neve, ka nevojë për na me menu qëtë forma. Po problemet endokrinologjike, ku përfshihet edhe problemet e vitaminës D, shumica e këtyre problemeve, nëse do ndikush me lexu më shumë, është një gabormate që ka shkruajtur librin kur trupi thotë jo. Ai ka punu me pacientat e tij në endokrinologji dhe ka pa që rezultati këtë probleme në endokrinologji ju kanë lidhë vetëm një fjalë. Sepse njerëzit nuk kanë ditë me thonë jo. Dhe problemi kryesor i jon, pse na nuk jena të rahatshëm, është sepse na nuk dina në jetën tonë me thonë jo. Na thonë jo, që po kërkon dikush prej neve. Për shembull, ose thonë po, që po kërkon dikush prej neve. Po jo, apo dojmë na me thonë po ose jo. Çfarë bën jo, bën që na nuk kena kufi në jetën tonë të përditshme. Nuk kena kriju kufi të mjaftueshëm, nuk kena kriju kufi të shëndetshëm. Dhe kjo pastaj e ban që mos me pas organizmi jon, me pas një defekt caktuar. Dhe çysh e shfaq, sepse ato çka gjendjet tona psikologjike dhe gjendjet tona fizike nuk ndahen njëra prej tjetrës, shkojnë bashkë. Për shembull, nëse e prejmë gishtin, na nim edhe dhimbja është emocion. Po njëkohësisht atë dhimbje nin edhe trupi, po e nim edhe na brenda vetes tonë dhe na lëndohemi prej saj. Që bën që gjendjet tona fizike dhe gjendjet tona psikologjike i ndihmojnë njëra tjetrës. Po nëse qetësohemi edhe relaksohemi mjaftueshëm dhe nëse bëjmë aktivitete edhe me trupin. Sepse edhe aktivitetet me trupin bajnë që me liru trupat tonë në substancat caktune. Për shembull, nëse rrina shumë vën, trupat nuk përgatiten, na duhet të para përgatit me flajt. Dhe nëse nuk para përgatitemi me flajt, për shembull rrina këtë kohën në telefon, po nuk ja kushtojmë trupit tonë një kohë për me para përgatit për gjë, kjo bën që trupi nuk u ka i gatshëm me prodhu substancat caktune, cilat i mungojnë. Sepse nëse lejon trupin me gjetë ato substanca, vetë i prodhon nëse gjani më që shka me gjetë.
Mi po na, edhe vend se me bë dhikën, për shembull, jo rastisht i kena dhikën me që dorën çto, me kënu dosure, me bën një dhikë, ka dalë nxumni gjumi. Mi po neve na nxan gjumi, fatkeqësisht në telefon të luajt një lojë ose diçka tjetër, me telefonat tonë ose të bë scroll. Scroll për bjen me lëviz telefonin tonë. Kështu që mos gatishmëria jonë, më mos seriozisht me veten tonë, ban që na me pas probleme edhe me vitaminën D. Mirë po, normal, nis tani me ushtru, kur nisim me ushtru, magneza, kalciuma, vitaminën C, vitamina D, kur do që i pjen edhe B-a, kur nuk janë të mjaftueshme. Sidomos vitamina C, për shembull tash në dimrin, asnjëherë nuk është e mjaftueshme. Gjithë kena nevojë për to. Mirë po normal ki parasysh, nuk jam profesionin tam nuk përfshihen këto gjona. Unë nuk e thash, shlyje mos harro vllot, hoqa. Se përna... Mirë, një pyetje tjetër. Kam stres, kam mendime negative shpesh. Si të dalë për këtynve mendimeve negative? Tash nëse ta baj një pyetje, a kena mu llogarit na si musliman për ata që na menojna? Sidomos për ato që ka veprojmë, që ka mendojmë, nuk do të llogaritë. Që i bjen që na si musliman, e dina që Zoti nuk ka më napyt për menimet tona, edhe jena rahat, elhamdulillah, që i bjen psikologjikisht, që i bjen që të menumit është proces, cilin dush me leju që ashtu, çka do që po ndodh mes tina. Çfarë do menimesh që vinë edhe shkojnë. Për shembull kur bëjmë meditimin, na thojmë, okay, mbylli syt, rahatoj trupin, kur ti e ke rahato trupin, okay, hajde fillo merr frym, liro frymarrjen, dhe menimet qysh vinë, leje dhe shkojnë. Menimet vinë edhe shkojnë. Po që janë instruksionet që na e dhom të meditimi. Menën nuk mundu me nal. Na mundu me lanë, me arë menimet edhe me shku. Mi pa arsyeja pse po vinë menimet negative, menimet e ngulitra, nuk ka të bëjë me ato që ti mundu me nal. Mi pa shumicën e raste na mundu me nal. Psikologjikisht ato nuk nalen. Mendja është e krijuar me prodhu menime. Shoqërozot që është ashtu që është. Sepse mos me kanë aja, na nuk kishim me kanë inteligjent. Kishim me kanë njerëz si kjo drosa. Për ta shoqërozotit që na kemi trunin edhe ai prodhon menime dhe lej le të prodhoj menime. Mos u përpiq me nal. Nëse përpiqesh me nal ti veç kimi ke su këtë citat. Mi po nëse se nuk po kalon kjo, atëherë është shumë e rëndësishme që me kërku ndihmë për mundimet e ngulitra, mënyrë që dikush me të këshillu edhe me të ndihmu qysh munesh me i pa që të gjana se që munesh me nalë. Po mos jap qatë shumë rëndësi, nuk janë qatë të rëndësishme menimet për mi u dhanë që ka shumë rëndësi. Nuk është qatë rëndësishme që ka e ty menu. Sepse a japëm rëndësi kur menojnë a mirë? Jo, menojmë, shkojnë menimet. E njëjta edhe kur menojmë keq. Ta shtruni ka herë du me menu mirë, ka herë me menu keq. Sepse në qoftë se s'menon kanë herë keq për pasojat. Na nuk ruhum, nuk e lypëm sigurin. Shtruni ka nevojë me menu dhe keq për me lyp na pastaj edhe sigurin. Shtruni është prodhon menime, lejle ti prodhon. Qashtu qysh është, ka da dal, veç e mësojna qysh me i ti kalu qëto situata, si shumë i kalu. Në qoftë se s'punësh me i ti kalu vetë, atëherë pa tjetër është nevojshme me kërku ndihmë. A kemi pyetje tjetër? Hajde, dok në pyetje. Kena folë privatisht? Nuk ma kaloj me një hera, po me kalimin e kohës, dyqysh u rahatoha. Mas janë 3-4 vite, kur e nëzorat njën të kapsu, e pash nuk e kisha përdor, i qatë plunin edhe. E tash prova në ta formuloj pak ma mirë këtë pyetjen teme, dhe më thonë ma pa e problemin, unë e te kalua pa përdor atë plunin, e kishëm kalua, vetëm pse psikikisht ja Po, shpesh na bëhëm me preje autosuggestioneve. Autosuggestioni vjen që me mendjen tonë krijojmë disa gjana dhe fillojnë a më tut pe tyne. Ose anën tjetër, që tash trupat tonë janë me të vërtet mrekulli. Është një shtëpi e mrekullueshme që i lumi Zot ka ditë me ndërtu çashtu që e ka ndërtu. Dhe nëse e lejon trupin me gjithë zgjidhja e gjon për çdo formë. Tash na herë të frymarrja, na herë kjo lidhet me ankthin tonë, për shembull pse ankth na i thojnë çdo ndjenjë e çuditshme që është, po s'po thojnë ashtu me ankthin. Që i bjen që ka humb çaj kontakti i mirë me trupin dhe ka prish një farë balanci, nuk ka një farë balanci të mirë. Dhe në momentin kur kom thon diçka, tash na i thojnë placebo efekt. Dhe placebo efekt i bjen që okay, me thonë që përpiqet ilaçin,
Ky s'është i shkurgjamshëm, i thu njerëzve pije vitaminën D, sepse ajo ka me të ndihmu, me të vërtet ndihmon diçka, po s'ka me ndihmu aq shumë sa ti pret. Mirë, po ti ki besimin te ilaçi. Kështu që besimi ka qenë te ilaçi që ai ka me ndihmu dhe ka me kryer një efekt. Edhe pastaj mendja u qetësu, sepse ti ke marrë ilaçin. Dhe tash ka dalë trupi e ka gjetë rrugën e vet. Sepse edhe zemra, edhe frymërrja janë problemet të sistemit nervor vegetativ, autonom, funksionojnë pa vedijen e tyre. Dhe kur ti e ke nal vedijen, mos mi bloku. Sepse gjithherë problemi kryesor, për shembull te ankthi është mos mi mshël syt sepse e dina ku po kapo. Ose mos mu bloku frymërrja sepse për frymërrja kur marr frym, unë po jetoj. Kështu që në momentin kur unë e kam nal menimet për me menu për çto, po jetoj që apo ndodh me frymërrjen tim, unë bllokohet, normal që ai ka gjetë një rrugë të vetën, sepse është autoimune, bioautoimune, është parasimpatikuese. Dhe parasimpatikuese normal e ka gjetë rrugën e vet qysh me zgjedh çato. Kështu që në çdo mënyrë edhe ka mundësi, domethënë është efekti placebo, që na herë domethënë njerëzit tjerë na veprojnë, pije çta ujë, pin çta ujë dhe mendon që ujit ka gjetë çat zgjidhje. E nisa me kojt. Allah e shëleft, Allah e trojt, dhe ju Allah e shëleft që keni ardhë. Emër xhamatit, falenderojmë Arbër që ke gjetë kohë, e ke ndalë nga koha jote e çmueshme, për mi nda këto informata dhe këto dije shumë të nevojshme për jetën tonë. Me qenë se, dhe më thonë, Arbri ka dhe shumë gjana tjera për me në thonë edhe për... Edhe besoj që ndonjëherë është edhe i gatshëm me ndonjë trajnim me majtë bashkë me Arbrin, ku do më thani këshin majtë disa, ndoshta edhe disa ushtrime grupore, ku janë shumë të mirë se ardhura për jetën tonë të përditshme. Se si me organizu jetën tonë, si të kemi një mirëqenje edhe të jemi mirë edhe me vetveten tonë, edhe me Allahun, edhe me të tjerët. Dhe kjo është e mundshme, vetëm se ka nevojë për me ditë edhe me organizu. Allah shpërbleft edhe ty hoq, edhe për ftesën për krejt. Normal që hoxha në shoqatën tonë për psikoterapi ka dhënë një shembull të veçantë, edhe unë ju tham që edhe që jeni me fat që keni hoxhën, edhe hoxhën Hadith, po dhe dy hoxhallar tjerë që unë i njoh dhe i takoj në herë kur vi këto, shfrytëzoni. Hoxha për ndryshe, po shpresojmë që këtë vit me u bën edhe me marrë edhe një profesion tjetër, inshallah dash Zoti, edhe më bën edhe hoxha psikoterapist, edhe pastaj mundëm vlerësisht mos më urdhon edhe kë me vazhdu rrugën e vet, që është diçka e mirë që ndodh. Sepse nam si musliman, na kem plot gjana që kam ju dhënë tjerëve. Dhe në realitet shpëtimi prej këtij problematikave që i ka kjo dynja, i ka feja. Që i vjen që xhallarët na duhet patjetër me u funksionalizu më shumë edhe me i na tregu qysh na kena me dalë prej këtyre problemeve. Inshallah shpërblet të për ftesën, kurdo që për mua ky vend është i veçantë, është sefte, normal prej që i keni rregulluar çdo si jam kanë, mirë po edhe hera tjera kam qenë, që kemi pa lidhje të veçantë me hoxhën, inshallah shpërblet hoxh. Allah shpëleft edhe ty edhe shokëve të cilët kanë shoqëruar. Allah rujt, Allah shpëleft. Amin. Inshallah shihen për të mirë.